U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisioni. Kësaj radhe do shkojmë në qytetin e Tetovës, ku gjithmonë kemi gazetarin ton Visar Sadiki që na sjell të rejat nga qyteti i Tetovës, ku gjithashtu edhe në teatrin e Tetovës fillon festivalin ndërkombëtar dhe në linjë të drejtë për drejtë kemi gazetarin ton Visar Sadiku së bashku me aktorin Burhan Amitin, ku do të flasim për festivalin ndërkombëtar që do të fillon gjatë ditës së nesërme. Përshëndetje Visar, dëgjohemi? Përshëndetje Rehan edhe për ju dhe gjithë shikuesit e cilët na dëgjojnë për momentin. Ashtu si që theksuat, sot do të flasëm për festivalin ndërkombëtar të teatrit në Tetovë, i cili është festivali i 10 që po mbahet në Tetovë, ndërkohë që ka pasur një ndërprerje gjatë periudhave të pandemisë, mirë po tani në Tetovë do të kemi thuajse teatr apo shfaqje të teatrore nga të gjithë teatrët vendor, por regional, por edhe ndërkombëtar. Për atë se si do të rrjedh festivali ndërkombëtar i teatrave në Tetovë, i cili do të fillojë ditën e nesërme dhe do të përfundojë me 6 tetor. Pranë me kam aktorin e mirënjohur tetovar Burhan Amiti. Burhan, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmëngjesi, kënaqësi të jemi bashkë sot që ndajmë disa lajme të mrekullueshme për qytetarët e Tetovës dhe për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak se, siç e dim, janë kohë të vështira dhe çdo manifestim kulturor sigur jep një gjallëri qytetit, jo vetëm Tetovës, po edhe qyteteve tjera. Zakonisht në festivalet që mbajnë në qytetin ton, siç ishte edhe i filmit, festivali ndërkombëtar TIFF Oda, po edhe festivali i teatrove i teatrit të Tetovës, zakonisht grumbullon qytetar edhe nga qytete tjera, nga Shkupi, nga Gostivari, po edhe më larg. Kështu që është një moment i mirë që të jemi bashkë, që të shijojmë pak teatr, që të frymojmë pak me artë, që të mbushemi shpirtënisht, ndoshta të bëhemi gati për sezonën e dimrit pak me më shumë optimizëm dhe më vjen mirë që rikthehemi, do thonin ato Shqipërisë, pak më fuqishëm këtë vit jubilar me 10 vjetorin e festivalit të teatrit, siç thatë edhe ju, me pak probleme në periudhat e kalume. E dini se 2-3 vite të pandemisë ishin goxha të vështira për të organizuar si për shfaqjet teatrale, ashtu edhe për festivalet, edhe domosdoshmërisht pasojat ngelen edhe në periudhën pas pandemisë. Sigur me mzje marrin vetën aktorët apo gjithë të tjerët në profesionet e ndryshme, në organizimet e ndryshme shoqërore, jo vetëm në Maqedoni, por do të thoje në gjithë botën, për shkak se janë bisedat njëjta që i bëjmë edhe me kolegë, për shembull në Kosovë, në Shqipëri, kur bisedojmë lidhje me teatrin, me organizimin e publikut, me festivalet e ndryshme, ka pas periudhë të vështirë për ta riorganizuar publikun në këto manifestime ku zakonisht grumbullojnë më shumë njerëz, dhe 2-3 vite sa jemi pas pandemisë, sigur njerëzit e kanë marrë veten, e kanë marrë guximin, e kanë larguar pak atë frikën. Ishte për mua një katastrofë e përgjithshme që ndodhi kjo dhe mirë organizuar puna e pandemisë, që me mzi e larguam nga koka fillimisht dhe mendoj që kemi filluar të arrimarim veten dhe të organizohemi si më parë në shoqëri. Sa i përket festivalit të teatrit, për çka jemi sot këtu, unë do të flas në emrin e teatrit të Tetovës dhe të gjithë kolegëve të mi të dashur dhe të respektuar. Ne, si çdo vit tjetër, edhe këtë vit me në krye drejtorin aktual Sopin, jemi organizuar, kemi pasur takime dhe i kemi ndarë përgjegjësitë, kemi mbar detyrat kush çka mund të bëj për të mirën e këtij festivalit. Të gjithë kolegët kanë marrë nga një detyrë, duke filluar nga organizimet, nga pritja e mysafirëve, nga pritja e trupave, shoqërimi i trupave, për shkak se
për spektatorin është me rëndësi që organizimi të jetë i mirë, ndjekin shfaqjen dhe të largohen, ndërsa për trupat që vinë nga qytetet tjera, nga shtetet tjera, shumë e rëndësishme, flas për aktorët që marrin pjesë në ato shfaqje, shumë e rëndësishme pritja, shfaqja si do të kaloj, akomodimi, pastaj ajo pjesa më e rëndësishme për aktorët është pjesa e pas shfaqjes, organizimi i nejeve që themi ne, ku aktorët çdo festivale shfrytëzojnë për të komunikuar me njëri tjetrin, për të biseduar, për shfaqjet të cilët i ndjekin brenda festivalit, për punët apo përvojat në për teatr dhe shtetet e ndryshme, çfarë punojnë ata. Mendoj që festivali, prapë do them, është një fest për gjithë, si për qytetarët edhe për vetë aktorët, për hir të këtyre takimeve që i bëjmë bashkë. Atëherë, zoti Hamiti, sa e vështirë është të organizosh një festival ndërkombëtar të teatrove në Tetov, ku dihet edhe kushtet që kemi si teatr apo si pjesë e kulturës, për shkak se presëm me vite të tëra, mbi 15 vite të ndërtohet një godinë e festival apo teatrit dhe biblioteka të Tetovës. Si janë kushtet dhe sa e vështirë të organizoni këtë? Saktë. Fillimisht organizimi i vetë një festivalit është tepër e vështirë, për shkak se trupat që vinë jashtë kanë një procedurë shumë komplikuar për ardhjen e vetë personelit, për prurjen e skenografive, dokumentacioneve. Këta janë një mori punësh të cilët stafi teknik i teatrit ton me stafet teknike të teatrove tjera duhet t'i organizon nëpërmjet ministrive. Është një procedurë jashtëzakonisht e komplikuar. Pastaj pritja, po kthehemi konkretisht te teatri i Tetovës, i cili ka probleme jashtëzakonisht të mëdha me hapësirën, e thatë edhe vetë, presim mbi 15 vite ndërtimin e objektit të ri. Ky pallat kulture e kemi thënë 1 milion herë që nuk i plotëson kushtet teknike për mbajtjen e shfaqjeve. Po ne mundohemi që ta mbajmë me gjithë forcat tona, me kamuflimin e situatave, vetëm për ta mbajtur një aktivitet të tillë gjallë, për hir të qytetarëve, për hir të shoqërisë, që mendoj që në qoftë se do të heqim dorë nga gjithë këto manifestime, do të ndikoj keq edhe në vetë shoqërinë, në vetë, sidomos në rinin e cila mendoj që në qytetin e Tetovës nuk ka mbetur gjë tjetër përveç teatrit edhe festivalit të filmit, s'ka gjë tjetër me cilën mund të merret. Mendoj që qyteti do të binte në një depresion thellë pa këto manifestime. Cilat do të jenë tematikat e mesazhet më të forta të këtij festivali, tematikat që do të trajtohen apo shfaqjet e cilat do të jenë pjesëmarrëse që do të fillohet nesër dhe do të përfundoj me 6 dhjetor, ndërkohë që si duket premiera apo fillimi do të jetë me premierën të teatrit Andora, nëse nuk e gaboj, nga Ferizaj, jo? Tash, me që jemi viti i 10 jubilar, u mor vendim që shfaqjet të cilët do të thirren të jenë përgjithësi nga trevat shqipfolse, nga Kosova, nga Presheva. Për fat të keq nuk arritëm të sjellim një trup nga Shqipëria, si gjithmonë që kemi pasur, për shkak të problemeve teknike, sipas informacioneve të drejtorit, bisedimet kanë qenë deri në moment fundit me teatrin e Korçës, por për shkak të problemeve teknike të njërës nga pjesëmarrësit, aktore pjesëmarrëse në një shfaqje që duhet të sjell këtu, të vijë këtu, udhtim ose diçka, u anulua ardhja. Tani kemi festivali do të fillon, siç e thatë, me shfaqjen Flutërimi mbi teatrin e Kosovës, teatri nga Ferizaj. Është një shfaqje mrekullueshme, natën e parë. Nata e dytë do të jetë një dorëzim në Spokan nga teatri Abdullah Krashnica Preshev. Risi edhe e mira e këtij festivali do të jetë ardhja e teatrit të Preshevës. Si që dini ju, Presheva vazhdon të mbetet një zonë apo pikë dobët për gjithë shqiptarët tjerë. Ne
mendoj që gati 20 vite që marrim pjesë në festivalin e Preshevës për çdo vit. Për fat të keq nuk kemi arrit që një herë të vetme që t'i sjellim këtu dhe kjo është hera e parë që Teatri Preshevës vjen këtu, na nderon. Pastaj natën e tretë kemi Njeriu që pa vdekjen me sy nga Teatri i Gostivarit, e cila gjithashtu ka një trup të mrekullueshme të aktorëve të rinj, të cilët janë shumë entuziast, janë shumë punëtor dhe në periudhën që lëm pas kanë punuar shfaqje jashtëzakonisht të mira. Nata e katërt vjen me një shfaqje Qershi mbi tort, një komedi të mrekullueshme art nga Teatri Kombëtar i Prishtinës me aktorë shumë të njohur të publikut ton edhe këtu në Maqedoni nga shumë seriale televizive të cilët kanë qenë shumë të dashura për publikun ton. Pastaj vjen shfaqja Djali nga Teatri i Qytetit të Gjilanit, është një shfaqje, një dramë jashtëzakonisht e mirë, të cilën shumica prej nesh aktorëve e kanë ndjekur në premierë në Gjilan ose në festivalet ose në prezantime tjera në për qytete tjera të Kosovës. Dhe jo rastisht jemi përcaktuar për këto shfaqje dhe në fund të natën e fundit do ta përmbyllim me kismet me një premierë të Teatrit të Tetovës. Është shfaqja Në përballje me vdekjen nga regjisorja Afrodita Nuhi, e cila po punohet dhe vazhdon intensivisht po punohet me aktorët e Teatrit të Tetovës, me kolegët tonë të dashur. Edhe mendojmë që kështu ta përmbyllim festivalin. Mendoj që ky vit, mbas gjitha parashikimeve tona, është viti më mirë i organizuar për shkak të angazhimit pak më të madh të gjithë trupës për ta përmbyllur këtë 10 vjetor, për ta shënuar këtë 10 vjetor, për t'i vënë një kapak gjithë asaj periudhe të erët pandemisë dhe pas pandemisë dhe për ta marrë një nismë të mbarë dhash Zoti për vitet të ardhshme. Mbetet gjithashtu një problem i theksuar, buxheti jashtëzakonisht i vogël që Ministria e Kulturës vazhdon të ndajë për këtë festival, duke pasur parasysh që Tetova është qyteti i dytë me madhësi në Republikën e Maqedonisë dhe mendojmë që meriton një buxhet shumë më të madh si Festivali i Teatrit të Tetovës, gjithashtu edhe vetë institucioni Teatri i Tetovës për shfaqjet dhe shfrytëzoj rastin të apeloj deri te njerëzit kompetent që janë në Ministri të Kulturës që të bëjnë pak më shumë për këtë qytet, sa i për këtë kulturës. Ju e dini që gjithçka kushton, domethënë çdo trup vjen nga 20-30 persona, aktor, stafi teknik, njerëzit të cilët punojnë rreth shfaqjes, gjithë ata duhet të akomodohen, gjithë ata kushtojnë mëditjet, drekat, darkat, harxhimet që ne jemi munduar të jenë minimale, një drek gjatë ardhjes, një dark ose një mëngjes ditën e nesërme për shkak se ka trupa që udhtojnë prej më larg dhe gjithsesi duhet të qëndrojnë një natë këtu, gjithë ata kushtojnë. Po nuk dua që t'jap një energji negative kësaj feste, do ta bisedojmë edhe herë tjera me ju dhe me gjithë kolegët tuaj në emisione tjera, për të sensibilizuar pak edhe njerëzit tjerë të cilët janë kompetent institucionalisht për këto punë. Do të fokusohem te festa që do t'jetë. Mendoj që prej natës parë s'dua t'i shpalos gjitha detajet. Kemi bërë një organizim, mendoj, mjaft të mirë prej pritjes së aktorëve. Nata e parë këtu përpara Pallatit të Kulturës ose Teatrit të Tetovës dhe shfrytëzoj rastin të ftojmë gjithë qytetarët që t'jenë prezent të shojnë këtë shfaqje, vlen të theksohet edhe kjo që për shkak të organizimit dhe përvojave paraprake, kur bilet hyrja është falas, ndodh ka njëherë që numri i spektatorëve të jetë aq i madh sa të ngelin në kam. Kështu që këtë vit u mor vendim bashkarisht me drejtorin dhe kolegët që hyrja të jetë e kontrolluar me bileta, por pagesa të jetë sipas dëshirës. Ai që e ka mundësinë ose e ndjen që të paguaj, le të paguaj vetë, ai që nuk e ka mundësinë ose x arsye tjera,
mjafton vjen në sportelin e teatrit e Tetovës këtu, i merr biletat dhe futet, dhe çështja e biletave do të jetë vetëm për të pasur në kontroll numrin e spektatorëve që mos na ngelin në kamp, për shkak se mendojmë që është pak e rëndë për anën tonë që të vijë spektatori deri këtu dhe të ngelet në kamp. Kështu që edhe një herë po e theksoj, të mos e teproj, hyrja është e lënë në vullnetin e qytetarëve. Ne i ftojmë të gjithë qytetarët që të vinë, që të ndjekin shfaqjen, që të jenë numër më të madh, që të japën një ndjesi më të mirë edhe vetë trupës e cila prezantohet këtu, dhe biletat do të jenë falas ose me vetë dëshirë pagesa. Ju i përmendët disa shfaqje apo disa teatër të cilët do të marrën pjesë. Ka ndonjë kriter për të qenë pjesëmarrës i festivalit ndërkombëtar të teatrëve në Tetovë, apo si bëhet përzgjedhja e këtyre? Sigurisht, tërthorazi e thash edhe pak më herët që shumica e aktorëve edhe të teatrit tonë, po edhe teatrëve tjera, lëvizin nëpër region. Kur flasim për trojet e shqifolse, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, dhe ne në përgjithësi vetë trupat i dim shfaqjet ose nivelin e shfaqjeve të cilët kolegët tanë punojnë në rajon, dhe gjithsesi çdo festival ka përzgjedhësit apo seleksionuesit e shfaqjeve për çdo vit, dhe ata seleksionues i ndjekin shfaqjet në rajon dhe përcaktojnë për më të mirët. Gjithsesi, shfaqja duhet jetë e një niveli pak më të kënaqshëm se sa i nivelit lokal për të prezantuar nëpër festivalet ndërkombëtare. Kjo është një praktikë që edhe ne praktikojmë në çdo premier tonën, ftojmë mysafir nga teatrot rajonale në premier, ftojmë seleksionues të festivaleve të ndryshme, të cilat vinë i ndjekin shfaqjet tona gjatë festivaleve, gjatë premierave, dhe kur vinë koha e festivaleve, teatrot tjera ose seleksionuesit e festivaleve tjera në rajon, tani më veç i kanë në kokë shfaqjet e tyre të cilat i kanë parë nëpër premiera dhe e kanë më të lehtë për bërë seleksionimin. Kjo nxit edhe një konkurrencë pozitive mes aktorëve dhe teatrove për të punuar shfaqje më të mira, më të kapshme, më të cilësore, që shfaqja të mos ngelet vetëm në nivelin lokal ose të themi një rajonal pak më të ngushtë, po të kalojmë edhe pak më gjerë. Një farë forme e diskutuam për rolin dhe rëndësinë e zhvillimit të kulturës dhe artit për qytetin e Tetovës, ku dihet se jemi me qytet me 2 universitete, kemi edhe fakultetin e teatrit, që me fakultetin e arteve në Tetovë. Mendoni se potencialisht e rrit Tetovën edhe përkundër këtyre vështirësive që kemi në çdo aspekt? Gjithsesi, vetë detyra e teatrit është që të në një farforme të ngrit vetdijen intelektuale dhe atë shpirtënore të ngrit tek njerëzit, për shkak se shfaqja është, ne themi që shfaqja është e mirë në moment që komunikon me publikun. Kur komunikon me publikun? Në moment që publiku e gjen vetvete në atë shfaqje, në problemet të cilat trajtohen në shfaqje, në qoftë ato probleme pozitive, qoftë komedia, qoftë të drama, e kisha në kokë shfaqjen e Gjilanit, e cila flet për një divorc ose shumë divorce dhe pasojat e divorceve që sjellin në familje dhe në shoqëri. Është një shfaqje të cilën edhe pse dram, po ne themi që të shkatron emocionalisht në aspektin pozitiv, dhe njerëzit, sidomos të rinjt, mund të shohin shumë mirë nëpërmjet një kësaj shfaqje konkretisht se cilat janë pasojat e divorcit, sepse shpeshherë ne marrim vendime shumë të shpejta të cilat janë edhe të gabuara në jetë, kështu që mendoj që kemi nevojë ndjekim shfaqje nëpër teatro, për shkak se shpeshherë mësojmë paraprakisht se çfarë mund të pësoj pas vendimeve të tilla. Kjo është teatri.
Atëherë, keni ndonjë plan zgjerimin e festivalit ndërkombëtar të teatrove në vitet e ardhshme për shkak që thatë se kushtet e pjesën e financimit përmendet se Ministria e Kulturës thuaj se vetëm se themi simbolikisht e mbulon, mirë po a keni përkraje nga afaristët e të varë, por edhe nga institucionit lokale? Nuk kanë munguar përkrahet nga afaristët. Do të them, tash ndoshta do të gaboj se do të harroj për ndonjërën, kam market disa herë ka ndihmuar, tani kemi edhe, do të përmendim edhe në preskonferenca tjera që do t'i organizojmë me stafin e teatrit për organizimin e festivalit. Kemi disa kompani që do të ndihmojnë me pijet për pritjen e mysafirëve për t'i nderuar përpara hyrjes në teatri, në shfaqje. Të kthehemi pyetjes për organizimin. Ne, siç e dini, vitet e kaluara kemi pas shfaqje nga shtete të ndryshme, duke filluar prej Turqisë, Bullgarisë e këndej. Ky vit jemi përcaktuar, e them edhe një herë, për shkak të vitit jubilar që t'jetë nga trojet shqipfolse. Mendoj që përsëri do të kthehemi vitet tjera nga shtetet tjera të rajonit, për shkak se ajo larramania edhe e shteteve, po edhe e gjuhëve të cilët fliten në teatr, po edhe mentaliteteve, për shkak se domosdoshmërisht çdo popull përcaktohet për të punuar shfaqje ose tema të cilat i tangojnë shoqërisë së vet. Dhe jo gjithmonë problemet i kemi të njëjta si shoqëri, ne shqiptari ose popull tjerë ose shtete tjera të cilët janë me ekonomi të ndryshme, me statuse sociale të ndryshme, dhe kështu që edhe për aktorët, po edhe për publikun pak është një risi se me çfarë merren teatro tjera, çfarë i tangon shoqëri tjera, si trajtojnë problemet në shoqëri tjera, cili është qasja e shoqërive tjera ose shteteve tjera ndaj një problemi, dhe besoj që prej vitit tjetër rikthehemi përsëri me shfaqje nga rajoni. Jemi te dallimi, çfarë dallon Festivalin Ndërkombëtar të Teatrove të Tetovës prej festivaleve tjera? Kemi ndonjë pikë ku qëndrojmë më fort se tjerët? Po, çdo festival i ka ato të mirat e veta, pikat e forta të veta, ose çdo vit e ka pikën e fortë vete. Ne këtë vit, flas për popullatën shqiptare të Tetovës, është që i kemi shfaqjet nga gjitha trojet shqipfolse për ta shënuar si vit jubilar. Pastaj çdo festival ose çdo juri seleksionues i festivaleve mundohet çdo vit të zgjedh shfaqjet më të mira. Kështu që mbas përvojës të viteve të kaluara, çdo festival ka pasur nga 2-3 shfaqje që kanë qenë, që themi ne, bombë nga rajoni, dhe këtë vit ne kemi një 2-3 shfaqje të cilat janë të dëshmuara në rajon. Nuk dua për hir të korrektësisë dhe etikës profesionale, nuk dua t'i theksoj publikisht, po besoj që publiku do ta vlerëson vetë, ata që do ta ndjekin, që do të vendosin ta ndjekin për çdo natë festivalin. Besoj që në fund të festivalit do ta vlerësojnë vetë se cilat ishin 2-3 shfaqje të cilat do thonë që ja vletën shumë që ishin në Tetovë, për shkak se në fund të fundit çdo festival është e mirë për qytetarët, për shkak se qytetarët konkretisht të Tetovës nuk kanë mundësi që të ndjekin për shembull shfaqjet në Shqipëri ose shfaqjet në Kosovë, në Preshevë, të mos dalim edhe në rajon Bullgari ose në Turqi për vitet e tjera. Kështu që ka një mundësi jashtëzakonisht mirë që gjitha ato produkte më të mira të rajonit t'i shohin këtu në Tetovë. Atëherë Boran, pasi të kemi këtu, cilat janë pjesën, themi, personale të aktrimit, themi si aktor ju, kemi ndonjë surprizë nga ju, kemi ndonjë shfaqje shpejt, kemi ndonjë pjesëmarrje në film, metrazh shkurt, dokumentar,
ku e shohën Burhanin? Më e mire e kretë kësaj që do të ndodhë është se tash a fundi muajit dhe shumë shpejt do të marrim rrogën. me që donë të personalja që. Dhe e dyta, edhe veduti qeshet pas kameras, sikur më duket se dhe juve ju ka ardhur koha e rrogës. Dhe e dyta, shumë shpejt këto ditë do filloj një projekt privat, një komedi jashtëzakonisht të mirë, me një aktore të mrekullueshme nga Shqipëria, nga Teatri i Durrësit. Do ta lëm surprizë ditën që do të fillojmë provat për ta publikuar edhe një herë bashkarisht me ju për gjithë spektatorët. Dhe besojmë që deri ka fundi i muajit ose maksimum mesi i muajit tjetër, nëntor të dalim me premierën. Dhe mendoj që me këtë unë personalisht ta mbyll këtë vit. Pastaj, normalisht, para vitit të ri janë ato periudat e pregaditjes për vitin ardhshëm për projektet e radhës, dhe do t'jetë e mira përsëri personale dhe përgjithshme që këtë vit e përfundojmë me festivalin e filmit, me festivalin e teatrit, me premierën e Teatrit të Tetovës që përmendëm pak më parë që do t'jetë brenda këtyre ditëve, po edhe me një premier tjetër e produksionit privat Phoenix të Tetovës, teatrit alternativ, që për qytetarët do t'jetë gjithsesi një e mirë e përgjithshme. Burhan, faleminderit shumë që ndatë kohë dhe ishte kënaqësi të ndani me ne edhe këtë lloj organizimi, i cili një ndër organizimet më të mëdha në Tetovë, edhe një herë ishte kënaqësi shumë. Kënaqësia është e jona dhe shfrytëzoj rastin që falenderoj publikisht në emër të Teatrit të Tetovës, gjithë aktorëve, në emër të drejtorit, i cili sot është në festivalin e Dibrës me një pjesë të aktorëve të cilët janë prezantuar mbrëm në festivalin e Dibrës, me shfaqjen pacientit Dr. Freudit, me aktorin Adrian Aziri, Linda Shabani, Muzafer Etemi, një trupe mrekullueshme, një shfaqje e cila ka marrë 5-6 çmime në për festivale të ndryshme. Mbrëm është prezentuar vetë dhe në ka prezentuar neve si teatr dhe si koleg në Teatrin e Dibrës, nga jo që unë dëgjova mbrëm me disa kolegë tjerë dhe miqë në Dibër, dëgjova që shfaqja ka shkuar shumë mirë, me kolegët nuk jam dëgjuar ende, me siguri flejnë pas shfaqjes, edhe ma lanë sot si detyrë që unë të komunikoj me juve dhe ju falimderoj në emër të gjithë trupës Teatrit të Tetovës për mundësi që na e dhatë për të konfirmuar këto risi për festivalin tonë. Edhe njerë ju ftoj që prej nesër në ora 7:30, faktikisht për orës 7 të mbrëmjes të jemi këtu para Teatrit të Tetovës, të bëjmë një hapje ashtu si që ka hije, të festojmë bashkë dhe të festojmë gjithë netët në vazhdim me shfaqje të mrekullueshme që do t'jenë në kuadër të festivalit të Teatrit të Tetovës, edicioni i 10. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Atëherë, Rehan, këtu ishim bashkë me aktorin Burhan Hamiti, i cili na tregoi në një themi atë risit që do të ketë festivalin ndërkombëtar i teatrove në Tetovë, i cili do të fillojë nesër në orën 7:30, siç e theksoi, me teatrin të Ferizajt, teatrin Adriana të Ferizajt, ndërkohë që do të përfundojë me 6 dhjetor teatri i Tetovës me premierë në përballje me vdekjen. Ndërkohë të gjithë ardashësit të cilët duan dhe dëshirojnë t'i shohën këta shfaqje drejt për së drejti në Teatrin e Tetovës, kryesisht në Pallatin e Kulturës në Tetovë, e kanë mundësi, siç e theksoi edhe Burhan Hamiti, i të cilin mund të marrën biletat në sportele, ndërkohë që për hir të së vërtetës, herave të kaluame, ky festival ka qenë falas, ndërkohë që edhe këtë vit është falas, por me një farforme e kontrolluar, duke kërkuar çdo qytetar apo çdo ardashës i cili do të dëshiron që të shohë këto shfaqje të cili ka sjell festivali ndërkombëtar i Tetovës, të marrën biletat në sportelet e cila gjithmonë është e gatshme, ndërkohë që çmimin e vendos vetë publiku nëse dëshiron të paguaj një çmim simbolik apo dëshiron që të merr biletat falas. Kjo bëhet me qëllim që të kontrollohet
themi një numri i publikut, për shkak që sipas tyre numri i madh i publikut bën që shumë qytetar, shumë publik në sallën që parafërsisht afër 500-600 persona mund të nxe, mund të arrijë deri te 700-800 dhe shumica të rinë edhe në këmbë, që nuk është mirë as për publikun, por as për pjesën e teatrit të Tetovës. Rehan, këta ishin disa nga ajo të cilat do të ndodhin në festivalin ndërkombëtar të filmit në Tetovë. Nëse keni diçka të shtoni, urdhëroni. Faleminderit shumë, Visar, mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe të faleminderit për gjitha këto informacione që na i solle në emisionin e Ritmi i ditës bashku me aktorin e mirënjohur Burhan Hamiti. Ju faleminderit të dyve edhe një herë.